Federata Shqiptare e Futbollit ka miratuar formatin e ri të Abisnet Superiore, i cili do të hyjë në fuqi nga sezoni 2026-2027. Ndryshimet synojnë rritjen e konkurrencës, mbajtjen gjallë të garës deri në fundin e sezonit dhe përgatitjen më të mirë të klubeve shqiptare për kompeticionet europiane. Nga sezoni 2026-2027 kampionati nuk do të zhvillohet më me 4 faza dhe sistemin Final Four. Fillimisht do të luajë 27 javë kampionat, 3 faza, ndërsa më pas skuadrat do të ndahen në 2 grupe me pikë që do të përgjysmohen para nisjes së fazës vendimtare. 6 ekipet e para do të luajnë në fazën play-off për titullin kampion, ndërsa 4 ekipet e fundit do të garojnë në play-out për mbijetesën. Skuadra e fundit do të bjerë direkt nga kategoria, ndërsa do të ketë edhe ndeshje shtesë mes ekipeve të superiores dhe e kategorisë së parë për ngjitjen ose qëndrimin në elit. Ndryshime janë miratuar edhe për kategorinë e parë. 2 skuadrat e para do të sigurojnë ngjitjen direkte në superiore, ndërsa ekipet e rënditura nga vendi 3 deri në të 6 do të luajnë një fazë play-off për të përcaktuar skuadrën që do të ketë mundësinë të garojë për një vend në elit. Një tjetër risi e rëndësishme është zgjerimi i kampionatit nga 10 në 12 skuadra, duke nisur nga sezoni 2027-2028. Në këtë format të ri do të zhvillohen 22 javë të fazës së rregullt, përpara se ekipet të ndahen në grupe play-off dhe play-out, ku do të vendosen titulli kampion, pjesëmarrja në Europë dhe skuadrat që do të zbresin në kategorinë e parë.